Kjo rrugë është hapur në vitin 1939 nga Italia. Arsyeja e hapjes së kësaj rrugë është shfrytëzimi I mineraleve të kësaj zone. Shërbimi gjeologjik shqiptar ka zbuluar mbi 5.5 milion ton rezerva të zbuluara që janë aty, stok. Të lutem, shërbimi gjeologjik. Janë mbi 1.5 milion ton të shfrytëzuara. Gjatë gjithë vitet edhe në pjesën e modernizmit edhe në këto 34 vite. Në këtë zonë operojnë 28 leje minerare të licencuara nga shteti shqiptar. Janë aktive? Jo të gjitha aktive, po leje të licencuara. Duke filluar nga Qarkushi deri në Kam. Për të mos përmend pastaj edhe pjesën tjetër që futet në impaktin sepse në këtë rrugë edhe gjatë modernizmit e gjithë sasia e mineralit është eksportuar për në fabrikën e kromit në Gjakov. Me kuptoj. Po. Tani kjo është rrugë nacionale apo rrugë bashkie? Tani kanë ndryshuar gjërat sepse fillimisht ka qenë rrugë nacionale. Po pastaj dolën këto projektet e lidhjes ndërmjet dy qyteteve të Tropojës dhe të Hasit edhe rruga devijoi andej nga pjesa e Elshanit. Edhe kjo përfundoi rrugë bashkie. Kjo përfundoi rrugë rurale. Pa status. Pa status veçantë. Normalisht. Pra e ka bashkia, nuk e ka RSH-ja. Këtë do të. E ka bashkia. Bashkia, e kuptoj. Pra e gjithë kjo sasi minerale, paktën në këto 34 vite është paguar renta minerale. Të gjitha këto firma që I përmenda paguajnë taksa lokale dhe qendrore. Paguajnë taksa lokale dhe qendrore. Dhe është kjo gjendje, kjo që shihni edhe juve. Po si ja bëni ju për shembull kur bie shumë shi, se sot është kohë diçka më e mirë, po kur bie shi? Se kjo duket që mezi kalohet tani. Tani duket se nuk ka rënë shumë borë, po vite më herët kanë rënë edhe 2 metra borë. Ne kemi pas probleme edhe me hapjen e rrugëve. Pra ju izoloni fare? Jemi izoluar edhe me muaj. Tmerr. Kush është zgjidhja? Ti je inxhinier, sa ka nevojë kjo për financim? A keni bërë ndonjë përllogaritje pak a shumë? Për mos me ja lënë gjithçka qeverisë ndorë se qeveria... Projekte për rrugën, paven ata që janë marrë drejtpërdrejtë në këto problemet e pushtetit kanë ekzistuar. Kjo faktikisht është një rrugë që të gjithë pjesën e veprave të artit e ka sepse të gjitha urat janë të ndërtuara që në atë kohë të papërshme. Pra nuk kërkon investim të madh. Nuk kërkon një investim shumë të madh. Në përjashtim stabilizant edhe asfalt. Pastrimin e kanaleve. Nga policia po pret na marrin protestues